Johona, nëse dëshiron ta shikosh se cili realisht ose cila është një feministe e përbetuar ose le të themi mbron interesin e grave, shikoj veprat, mos i shiko fjalët e Facebookut, sepse jemi bë milet Facebooku masovikisht dhe mua sërish edhe ky moment nuk më pëlqen. Mirëmbrëma, miq të dashur. Ja ku jam unë Johona, këtu në Open Mic, ditë e enjte, ora 20 dhe dihet se çfarë duhet të bëni. Duhet të qëndroni pranë ekranit dhe të na ndiqni neve. Shpresoj që keni fituar ndonjë dhuratë, ju që nuk keni fituar, inshallah fitoni ndonjëherë. Ndërsa ju që keni fituar, i gëzofshi dhuratat e reja. Unë sot këtu pranë meje kam një grua, po një grua e kisha me quajtur një superwoman. E ajo është Pranvera Kasami. Pranvera, mirë se erdhe. Prap misafirin e kam gatetova. Çfarë të bëj? Krejt po janë gatetova. Mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove ftesën. Shumë faleminderit për ftesën, Johona. Është kënaqësi të jem në këtë ambient të këndshëm të hapësirave tuaja. Faleminderit. Po Pranvera kështu si një përshkrim pakës t'ju tregoj edhe për të gjithë ata të cilët ende nuk e dinë se çfarë do të flasim neve këtu. Siç e thash edhe më herët, ti je një superwoman. Bën shumë punë. Si po ja arrin mi mbajt këto punë, si pi balanson, se mbi të gjitha ti edhe nën. Faleminderit për këtë epitet aq çmues dhe vlerësues. Është vërtet jam me shpërndar në për më shumë domene dhe angazhime, pos kësaj edhe ai më i rëndësishmi që të merr thuajse çdo ditë nga një orar full time i të qenurit nën. Të gjitha ato dhe janë shumë në mesin ton, si puna ime, që bëjnë jo vetëm një angazhim, por janë edhe nëna, pastaj janë edhe në statuse të ndryshme shoqërore, të përcaktuara në role të ndryshme, e din më së miri se si është ta mbash balancin. Dua të them që nuk jam e vetmja, ka shumë edhe fatmirësisht kohëve të fundit edhe shumë prej grave në mesin ton shqiptare që arrin ta bëjnë një kombinim të këtill, madje edhe në mënyrë perfekte, një balancim të këtill. Nganjëherë bëhet e vështirë, megjithatë gjithmonë duhet të kemi kujdes që në periudha të caktuara kohore të dim t'i përcaktojmë prioritetet dhe kështu mendoj që askush prej palëve të përfshira nuk do të mbetet keq ose nuk do të deli humbur. Nuk do ta anashkalon. Ashtu është. Po apo të ndodh ty se mu ka fillu tash me më ndodh, se unë djalin e kam të vogël edhe më shumë po mbien me ndejt në punë se sa në shtëpi me ata. A ke ti kështu ankesa për vajzave tua apo s'ke pas deri sot? Si them, situata të këtilla kam pasur plot, megjithatë ankesa nuk kam. Kam solidarizim për fatin tim të mirë. Mbase edhe sepse vajzat e mia janë më të rritura, njëra është 13, tjetra është 7 dhe tani më din ta kuptojnë atë çfarë janë obligimet e prindërve në punë dhe nganjëherë bile edhe i qasen kësaj me një dashamirësi interesante që të bën ndjesh shumë mirë, tregojnë një kujdes të shtuar se je lodhur nga puna ose gjëra të këtilla. Po se ndoshta vajzat se janë vajza. Edhe mbase. Tash ti s'di unë me djalin ato e kem këtë se djem pakës më ndryshe mendojnë. Do të na hidhrojnë ato që kanë djem fëmijë, kështu që mendoj që është më shumë individuale. Po nuk kam se hidhrojnë, ato e din që unë këto e flas realitetin, tash ti dikujt do t'i dhem, dikujt nuk do t'i dhem. Po si ishte krejt kjo eksperiencë për ty se ti edhe ligjëron? Si a ke pas sfida, ndoshta pse je grua? A je ballafaqur me paragjykime, me stereotipe? A ke pas këto lloj situata në fakt? Kam pasur, nuk mund të them që jo vetëm një herë, më shumë herë, në çdo domen ku unë jam e përfshirë. Këto nganjëherë nuk bëhen në mënyrë shumë eksplicite, nuk janë shumë të dukshme, megjithatë një njeri mjaftueshëm inteligjent i ndihet energjia qofte mirë ose e keqe në atmosferë, në ambient, dhe edhe unë si edhe plot të tjera prej nesh janë ballafaquar me, le themi, sfida, pengesa nganjëherë të këtilla. Nuk është e lehtë
të gjesh mënyrën e dur ti te kalosh dhe ti ka përcesh. Megjithatë, unë të paktën nga eksperienca ime kam mësuar që ti te kaloj në mënyrë që të mos dal unë e humbur, që do me thënë çdo situate i duhet qasur me mençuri, duke analizuar përpara ku të çon një reagim apo një tjetër dhe të veprosh konform prej atyre. Megjithatë, nuk mund të them se është e pamundur, nuk mund të them se shoqëria jon është në një stad të mbrapambetur dhe tani të gjithë realisht fokusohen drejt pengimit të gruas. Mendoj që nganjëherë unë mundohem të paktën për vete që ta shikoj me objektivizëm gjithë situatën dhe kur e shikoj kështu bilanci më del se mbase kjo vlen edhe për meshkujt, është çështja e konkurrencës, është çështja e brylave dhe çdo gjëje dhe ne mbase pse e kemi bartur gjenerat pas gjenerate atë ndjesinë se të jesh grua shumë e vështirë, edhe nganjëherë pa vetëdijshëm mundemi t'ja përshkruajmë këtij fakti këtë gjë. Por jo gjithmonë është kështu. Mendoj që bota e zhvillimit në karrierë është e ashpër si për gratë ashtu edhe për burrat. Normalisht dakordohem që është pak më sfiduese, ndoshta 2 fish më sfiduese për gratë, për shkak të shumë rrethanave edhe për shkak të mendësisë akoma jo plotësisht të pjekur, por jemi në një fazë kohore ku vetëdijsimi është shumë i lartë edhe po ngritet akoma edhe më shumë nga të gjithë aktorët në shoqëri. Po, ti realisht ja ke dalë kësaj, s'është që ke pas, s'është që ke marrë shumë nga zemra. Sigurisht, për çdo situatë edhe le themi pozicionim të pafavorshëm, unë mundohem që të mos e kthej kokën pas, po shikoj gjithmonë përpara çka është hapi radhës, sepse dhe kjo vlen për të gjithë, në qoftë se vetëm rrim dhe mendojmë se ose vajtojmë në thonjza, viktimizohemi, sigurisht kjo në radhë të parë është e dëmshme personalisht për ne, për rrethin ton më të ngushtë, edhe në mënyrë që t'ja dalim duhet gjithmonë shikuar përpara. Në qoftë se del një pengesë, e gjejmë mënyrën më të mirë, e tejkalojmë dhe ju move on. Po a ke pas për shembull ndonjëherë ndonjë koment apo diçka që ke ndëgju për veten, e s'ka pëlqy, je ndjej keq, a ke ndonjë kështu që t'ka ngel në mendje? Fjalë tek qia asnjëherë nuk t'i thon drejt për drejt. Nganjëherë prap them edhe shumë rrallë do të hasësh në jetë që ta kuptosh realisht atë që flitet për ty, veçanërisht kur nuk është e këndshme. Por sërish, është kjo intuita që ti e ndjen që diçka nuk është ashtu si që duhet tjetë. Po edhe sikur të kem dëgjuar ndonjëherë diçka që s'më vjen mirë, thjesht e neglizhoj. Skip. Thjesht i ke bën një skip. Neglizhim. Tash pak dalë edhe tek politika, të them kështu, se nuk du dalim. politika. Po ja që duhet të dalë. A mendon ti që ndoshta gratë nuk janë aq të pranishme në për pozita vendimarrëse, qoftë në politikë apo diçka tjetër? Si është këtë problematikë ti? Absolutisht, për këtë flasin edhe shifrat edhe statistikat, se gratë nuk janë në pozitë të favorshme në politikë, në vendimmarrje. Edhe mendoj që ky është një problem që i duhet qasur si shoqëri me shumë seriozitet. Edhe kur them kështu, nuk mendoj që i duhet qasur vetëm sa për numra, por duhet vërtet të bindemi në atë që vlerat janë vlera. Pavarësisht a vinë nga një grua ose një burr. Intelekti është intelekt dhe është i barabartë për të dy palët një lloj. Kështu që sa më herët vetëdijsohemi dhe veçanërisht strukturat në politikë për këtë fakt, aq më mirë për ato vetë. Por në anën tjetër është shumë e dëmshme kur inkurajojmë kyçjen e grave vetëm sa për të thënë. Vetëm sa për të arritur ose për të arritur kuotat e përcaktuara me ligj, sado që edhe këto kuota janë të mirë pritura në një moment kur vetdia nuk është aty ku duhet të jetë. Mendoj që është veçanërisht në politikë, pozita e gruas në shoqërinë tonë është shumë e disfavorshme. Ka shumë për të punuar, gra ka shumë vërtet edhe të shkathta, të zonja. Tani pa e bërë këtë diferencim, po mbase shpesh edhe më të zonjat se burrat,
le ta themi me krenari Po se janë. është fakt. Po janë. Sigurisht është fakt dhe por nuk e gjejnë hapësirën sepse pengohen. Janë këto klanet maskiliste ende brenda nesh edhe nuk do shumë mend se shikohet prej vetë përfaqësimit gjithandej në për partitë politike shikohet. Madje shikohet edhe në raste për keqardhje që sa herë që një grua ka ecur përpara shumë dhe me hapa të shpejt janë gjetur mënyrat që të ndalohet, të pengohet për fat të keq, ndërkohë që në qoftë se kemi një rast paralelisht të ngjashëm edhe me burra, të paktën pasojat për ata nuk kanë qenë të njëjta. Edhe këtu e shikon se sa dhe si. Unë këtu do t'i referohesha një shembulli shumë të mirë që nuk e kemi shumë larg, edhe që dëshmon se kur pjekuria kolektive ekziston, gjërat mund të zhvillohen edhe me hapa shumë të shpejt. Se nganjëherë më duket se kemi gjetë si ngushëllim, ka kohë, do ta bëjmë, mirë kemi bë progres për kaq pak kohë, por progresi mund të jetë edhe më i shpejt, edhe me hapa më të mëdhej, ti te kalojmë me hapa të dyfish disa gjëra që ngecin në shoqëri. Këtu i referohem shembullit të Shqipërisë, që i kanë tejkaluar në mënyrë kaq të mirë edhe kaq kuptim plote këto pengesat në shoqëri, veçanërisht kur është fjala për ndasinë midis grave dhe burrave në politikë. Dhe mua më bën përshtypje të paktën si spektatore nga ana, pa u fut në çështjet politike të atjeshme apo të këtushme, por më bën përshtypje çmimi i vlerave, edhe pozicionimi i figurave, profesionistëve aty ku e kanë vendin. Shqipëria është një vend që deri dje e kanë pasur si ëndër zhvillimin e Maqedonisë, ndërkohë që kanë ecur me aq shumë hapa të shpejt. Pra është e mundur. Shqipëria është shumë më përpara se për disa gjëra është. Për shumë gjëra në fakt kisha me thënë. Po e cike ma herët që gratë po pengohen nëse janë të zonja, nëse janë shumë punëtore. Po a mendon ti edhe a e sheh që gratë nuk po pengohen vetëm nga burrat, që u vendosin bryla nuk e lejnë me përparu, po ato po pengohen edhe prej grave. E sidomos në rrjetet sociale, a e ke pati këtë fenomen që po ndodh në rrjetet sociale që gratë, qoftë ato me pozita të larta politike, qoftë ato jo me pozita të larta politike, thjesht gazetar, sportiste, kështu me radhë, po sulmohen me një gjuhë, urrejtje, ndoshta fyerje, sharje, kemi arrit deri në atë pikë. Si e sheti këtë? Normalisht që nuk është e bukur as për ta parë, e lema për ta ndjerë në lëkurë që të bëhet një, le të themi, etiketim, ofendim, sharje, për më keq, nga një pjesëtare e gjinisë njëjtë, gjithsesi gruaja ndaj gruas, edhe këtu vetëdijsimi kolektiv është i mangët në sensin që të mbështesim llojin e njëjtë sa më shumë dhe të mos ndjejmë xhelozi, të mos ndjejmë konkurrencë ndaj njëra tjetrës, sepse fundja çdo njëra prej nesh është unike në mënyrën e saj, në llojin e saj, në qasjen e saj, edhe nuk ka pse të ndjejnë gratë ndaj njëra tjetrës asnjë lloj xhelozie. Fatkeqësisht ndodhin etiketime të ndryshme dhe mua kjo po më pengon kur shikoj her pas here edhe nga le të themi ato të cilat ne si shoqëri presim që të jenë në nivelin më të lartë të intelektualitetit të tyre, që i konsiderojmë ose dikush i konsideron si intelektuale, kur shohim që ato një gjë deklarojnë në një vend dhe tjetër thuan e tjetër bëjnë. Madje edhe ka plot raste që edhe ato që deklarohen si feministe të theksuara, shprehin një gjuhë urrejtje ose një mos pëlqim të hapur, madje duke i vënë edhe tituj të ndryshme grave, të cilat nuk mendojnë si ato. Po normalisht ne duhet ta mirëpresim faktin që nuk mundet të gjithë të mendojmë njësoj. Dikush e vlerëson këtë teori dhe tjetri këtë tjetri,
tjetrën, nuk do me thënë që njëra është absolutisht e saktë dhe tjetra absolutisht gabim, pra gjërat janë më relative se sa që dikush i pranon, edhe të mësohemi të respektojmë edhe qëndrimin që nuk është si i yni. Pra nuk do me thënë që një qëndrim i cili nuk është plotësisht feminist, është i gabuar. Gjërat janë relative dhe kështu duhet të shikohen, kështu duhet të pranohen, të përqafohen dhe të japim shans njëra tjetrës të jetë më e mira e versionit të vet. Këtë pjesën e feminizmit, sikur unë të paktën si e shoh, sikur tani kanë fillu me e përdor për viktimizim, do shta për të dok mirë në ekran, sikur kanë fillu nuk them që nuk jam i përkrahur të gjitha gratë, jam pro grave, drejtat barabarta, krejt në rregull, po sikur jo vetëm gratë, po edhe burrat sikur po e përdorin këtë pjesën e feminizmit, ndoshta për të duk më, si të them, më të mirë, më të sinqert, ndoshta sikur po e keq përdorin, a mendon ti kështu? Prandaj thash, nganjëherë më duket shumë falso gjithçkaja, është shumë e teprume, edhe është e kundërta e asaj çka promovojnë. Ato duke u munduar të promovojnë liberalizëm ndaj një qasje, një fryme, një mendimi, në anën tjetër cenzurojnë një qasje, një frymë, një mendim tjetër. Ti nëse je liberal ose je liberal, që do me thënë për të gjithë një lloj, ose nuk je pra liberal. Do me thënë është kontradiktore në esencën e vet, edhe po është ajo çka është. Mendoj që ka në publikun ton ka edhe mjaft sy kritik që din ta vlerësojnë çka është e shtirur edhe çka është reale edhe e sinqert. Se kanë fillu sikur neve i dim të drejtat tona, e dim se çka duam, e dim se çka nuk duam, e dim se çka është e mira për neve, çka nuk është e mira, po sikur ndonjëherë po e teprojnë pak si për të duk mirë edhe si nuk po m'pëlqen kjo situatë, po sidoqoftë ashtu secili ka mendimet e veta edhe normal është ajo. Johana, nëse dëshiron ta shikosh se cili realisht ose cila është një feministe e përbetuar ose le të themi mbron interesin e grave, shikoj veprat, mos i shiko fjalët e Facebookut, sepse jemi bë milet Facebooku masovikisht dhe mua sërish edhe ky moment nuk më pëlqen. Ndaj edhe ndonjëherë mundohem ta ndaloj veten nga ekspozimi i tepërt edhe i bajatshëm, se çdo gjë e tepërt bëhet e bajatshme, në mënyrë që t'i jap vetes më shumë kohë dhe hapësirë për vepra sesa për fjalë. Po, tash do të kthejmë prapë te politika. Si mendon ti këtë pjesën, sa janë të ditur apo sa e njohin qytetarët politikën në vend? A e din rëndësinë e kësaj? Se çfarë rëndësie të madhe ka politika, apo thjesht po votojnë simpatizantët e tyre ose nuk po votojnë personin e duhur, qoftë politikan? Në pamje të parë duket sikur jemi popull që e njohim shumë mirë politikën, se gjithkush bën politikë. Në kafenete e mahallave bëhet politik, qajtore, aty po është më interesante. Krejt e din, e kam unë personin që më ka tregu, janë ajo fjalia që do gjithë qajtore të mundshme. Aty i ke teorit nga më të ndryshmet edhe konspirative edhe të krejt llojeve. Por realisht jo, vota jonë tregon se ne pak e njohim politikën, në esencën e vet, sepse kur vjen momenti i votimit, atëherë ne shumë e relativizojmë këtë gjë, e zvoglojmë, nganjëherë shumëzojmë me zero, për një interes shumë minimal, pa një vetdije të plot, pa një qytetari të paktën, edhe e japim votën si asnjë gjë. Kështu që jo, nuk jemi njohës të mirë të politikës. E mbyllë kështu me një kritik. Më vjen keq. Përgjigje e mbyllë me një kritik, po sidoqoftë shpresojmë që do të vëdësohen edhe do ta dinë vlerën edhe rëndësinë e politikës, pse jo. Do të doja që në kontekst të kësaj të jemi shumë më patriot në raport me atë çfarë ne paraqesim në vërtetësinë tonë, qoftë në momentin kur e implementojmë, zhvillojmë profesionin, e bëjmë punën tonë, të jemi më të ndershëm aty, se sa të jemi vetëm me fjalë edhe pastaj kur vjen puna te manifestimi një vetdije më të lartë kolektive, qalëm. Fillojmë, veshojmë. Fundosemi.
e përmendë fjalën time kështu patriot, edhe më njëherë më shkoi mendja, sa patriot janë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut? Kështu një pyetje. Më vjen keq ta them, do ta shpreh në një zhargon, ndoshta jo shumë të këndshëm kështu përpara kamerave, po jemi nganjëherë patriot me bateria. Fatkeqësisht. Sepse unë prap besoj në atë që patriotizmi i vërtet ka të bëj me vërtetësinë, me atë sa realisht i kontribuojmë ne. Po. Fillimisht shoqërisë të mirës së përgjithshme, sa realisht. Jo vetëm sa e ngrejmë flamurin, sa përlahemi dikund se nuk e di gjua shqipe ose diçka, okej, krejt është në suaza të kësaj, po ne vetëm aty e kufizojmë patriotizmin. Ndërkohë, patriotizmi s'është veç flamuri, veç gjuha, veç himni, këto janë elementet kryesore, por patriotizmi është shumë më i gjerë. Patriotizmi real, unë jam fase e në përgjithësi, se edhe këtu debatojmë gjatë e gjërë, por përgjithësisht janë fase e kulturës amerikane, që janë, nuk e di, të paktën unë në syrin tim atje kam vërej një vërtetësi shumë të lartë, një ndërgjegjësim shumë të lartë, po ka edhe shumë popull evropian që janë të këtillë. Dhe janë të vërtet ndaj vetes, ndaj rretit, ndaj të gjithëve. Ndërkohë që ne mendojmë që e mashtrova shtetin. Pikërisht këtu nuk jemi patriot, sepse është e jona, prindërit tanë, pararësit tanë i kanë kontribu këtij vendi. Gjeneratat tona do të mbesin në këtë vend. Pra ne nëse e mashtrojmë, e vjedhim prej të ardhmes tonë, realisht. Ky është patriotizmi për mua. Mendoj e ke thënë shumë mirë dhe shumë qartë dhe shumë saktë, kështu që nuk duhet të replikoj më tepër, se mendoj që do ta aprish, kështu që më mirë po e lejmë këtë me një mesazh shumë të duar. Po tash do të kthehem pak në fillim. E përmenda unë që se shumë pyetje kam edhe shumë lidhe njëna me tjetrën, po s'kam shumë kohë. Unë kam kohë. Do i bëj kështu, do i përmbledh të gjitha nga pak. E përmenda më herët që në fillim që ti ke edhe dy vajza, je nën edhe je një superwoman, siç thash. A je pendu ndonjëherë apo atë ka shku mendja pse s'ke djalë? Jo. Së që ke pas si dëshira shqiptaro. Jo. Edhe aq shumë ndihem, hidhrohem, jo pse s'kam, po pse ka ende njerëz që ka mendojnë kësaj, hidhrohem aq shumë kur dëgjoj komente të këtilla, po i kam përjetu, edhe qeshi se si them, me të vërtet është për keqardhje. Më vjen keq. S'di çka t'ju bëj, më vjen keq realisht për ata që mendojnë ende kështu. Në fillim të shtazënisë së dytë, kur e dija më gjinin që do t'ishte edhe një vajzë, kishte komente të atilla si mos u mërzit. Po e di. Që është një absurd shumë i madh, unë me gjitha lumturinë e botës kështu tu manifestu që lajmet mira po vinë, dhe mos u mërzit asgjë, vetëm kam qesh. Po fatmirësisht rrethi im familjar, të gjithë janë, mendoj, jemi bashkëmendimtar në këtë frymë dhe jo, kur nuk vjen në shprehje një diçka e tillë. Një diçka e tillë, dhe shumë mirë në fakt se unë do të shoh edhe do gjoj këtu. Sigurisht, ende është shumë e shprehur. Se kur i ke dy vajza ose tre, sikur ta kishe edhe një djalë. Edhe një djalë, ta kishe sikur e keme patjetër se ta kesh edhe një djalë. Po ne shikojmë që shkojnë deri 4-5 fëmijë dhe ti e din më, në qoftë se i ka të varat e din sepse. Megjithatë është individuale. Po patjetër. Unë realisht çdo herë gëzona kur e di që dikush ka një vajzë dhe mandej fëmia e dytë do jetë vajzë, se unë jam vesh një vajzë dhe çdo herë, jo se tash nuk e di si është me pas motor, po çdo herë kam atë shumë mirë. se nuk kam, se i kam dy vëllezër edhe nuk e kam përjetu. Po i shoh të gjitha ata që kanë motra, sa mire kanë, asnjëherë jam vetëm realisht, se vllau, tash nuk du t'i shajon, po... Jo, natyra e bën të vetën. Po, natyra e bën të vetën, ajo pjesa e mashkullit është ndryshe se sa krahasim prej femrës, edhe kur isha unë shtatzan, e mora vesh që është djalë, jo që u mërzita, mendoj, ajo, asnjë nën nuk mërzitet. Sigurisht. Po çdo kam dashur të kem vajza shumë, se nuk e di si është, po ndoshta mërzitem, që kam e bu një vajzë dhe mandej do t'ali pa motër, si unë që si jam. Po, shpresojmë që me kalimin e kohës këto mendimet shqiptaro, do të kalojnë dhe do të vedisohen. Po, pranvera unë kisha, tash edhe një fundet, se kam patjetër ta mbyll se e kemi tepru edhe mandej ata të tjerat e din ti se kush e mirë kuptoj do të më mbysin.
Çfarë mesazhi ju kishe dhënë trive? Çfarë mesazhi kështu motivues ju kishe dhënë ti atyre? Atë që jap gjithmonë edhe gjatë punës time të përditshme te Instituti për Leadership dhe Politika Publike, që çdo mundësi që ju jepet, që ju del përpara, minimale, tjetë e vogël ose e madhe, ta kapin, sepse nuk nganjëherë gjërat paraqiten në forma jo siç janë. Nganjëherë gjërat shumë të mëdha janë shumë relative, shumë të vogla, nganjëherë është e kundërta. Pra të mos e gjykojnë mundësinë vetëm kështu në shikim të parë, por çdo mundësi realisht që ju jepet, se ne I takoj gjeneratës që kemi vuajt për mundësi, ka pas disa mundësi vetëm edhe vraponim mbas mundësive që na jepeshin, që kush I kapi pari. Kurse tani ka shumë mundësi, ama jo. Si ka askush. Si ka, thuaj se askush fatkeqësisht. Kështu që ti gjejnë mundësit, ka shumë. Mjafton edhe tash nuk mund të ankohen se s'kan qasje në informacion, se gjithë vitën me telefona në duar I ke, Google është aty, është gjithçka I ke në dispozicion, të ngrisin pak vetdijen se në raport me atë se sa më herët që fillon, më shumë kohë do të kesh për të arrit më shumë. Nuk është e njëjtë një dikush që fillon prej 20 vjeç, me një dikën që fillon prej 30 vjeç ta ndërtoj karrierën. Sepse ti, në qoftë se do ta ndërtosh prej 30 vjeç, ai tjetri ka veç më 10 vjet karrierë dhe nuk mund të garrosh. Edhe kjo duhet kuptohet shumë seriozisht nga të rit, po edhe nga familjet e tyre që t'i inkurajojnë, t'i shtyjnë sa më shumë drejt mundësive të reja. Edhe brenda institutit ne kemi normalisht shumë trajnime shumë interesante. Unë ju bëj ftesë, ndoshta do ta shfrytëzoj edhe këtë moment që t'ju bëj ftesë, të angazhohen, ta kontrollojnë edhe faqen tonë, se pikërisht tani jemi në një fazë ku kemi disa trajnime shumë interesante për zhvillim të rinjve në karrierë. Është një paket me qasje 360 shkallë prej trajnimeve të shkallësive të buta, pastaj në punë praktike me pagesë, edhe në punësim. Edhe ekspertët të gjithë që I angazhojmë për t'i realizuar këto aktivitete I kemi top level. Kështu që kapini mundësitë cilat do qofshin ato. A dëgjuat ju bukurosha dhe bukuroshe, shkoni kapini mundësitë dhe mos ju lini t'ju iken. Ashtu është. Unë ju falenderoj shumë që erdhët ndaj tot kohës, se e di që keni shumë obligime dhe tash kemi këto pak festat e fund vitit edhe të tjera obligime. Unë falenderoj edhe një herë që ishe pjesë, edhe shpresoj që do të shihemi prapë, se jo. Kënaqësia është e imja, uroj festa të këndshme, një vit të mbar për gjithë ekipin e Portalbit, edhe mirupafshim për raste tjera të mira. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ndërsa juve, unë ju dëshiroj një natë të mirë dhe ne do të shihemi prapë herën tjetër të njëjtën në ora 20. E deri atë, mirupafshim.